Jetojnë me mijëra kilometra larg, por ndikimi i tyre në zgjedhjet në Kosovë është i pamohueshëm. Nga Parisi në Milano, kosovarët jashtë vendit vazhdojnë të mbështesin lëvizjen vetëvendosje dhe udhëheqësin e saj Albin Kurtin, por çka e nxit këtë besnikëri të tyre? Për Hilmi Gashin, 55 vjeç, lëvizja vetëvendosje është e vetmja parti në Kosovë që krahas elementeve të forta shtetformuese dhe të mbrojtjes së sovranitetit ka në agjendë dhe çështje sociale. Për t'i ofruar mbështetje kësaj partie të udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti, ai udhëtoi nga Zvicra në Kosovë dhe votoi në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Lëvizja vetëvendosje ka një agjendë sociale për mbrojtjen e nënave, grave, të rinjve dhe pensionistëve, e mbështet një ekonomi tregu me elemente sociale dhe e lufton korrupsionin, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Gashi, i cili tash 33 vjet jeton në një qytet në kantonin e Bernit, thotë se e ka gjetur veten te programi i kësaj partie dhe për faktin se ai vetë udhëheq një sindikat që avokon për të drejtat e të rinjve, grave dhe imigrantëve. Te synimet e vetëvendosjes thotë se sheh një shtet që ofron shërbime cilësore për qytetarët e tij, qoftë në shëndetësi, arsim apo administrat. Vetëvendosja e ka ngritur Kosovën në agjendën politike jo si një shtet që pranon urdhra nga lart, por si një partner i barabartë në tryezë, thot Gashi. Për mua është e rëndësishme që kur vi në Kosovë të pritem në kufi si njeri dhe jo të plaçkitem. Këto gjëra më bëjnë të ndihem mirë sepse vërtet ka përmirësim, thot mbështetësi i kamotshëm i vetëvendosjes. Për zgjedhjet e rregullta parlamentare të nënshkurtit në diasporë u regjistruan afër 105.000 votues kosovar, prej të cilëve votuan rreth 80.000, disa në përfaqësi diplomatike, disa me post. Nga numërimi i shumicës së votave nga diaspora, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se lëvizja vetëvendosje për i mbindshëm kundrejt Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ngjashëm dhe në zgjedhjet e para 4 vjetëve, vetëvendosje siguroi mbi 80% të votave të diasporës. Votuesi kësaj partie edhe atëherë edhe tash ishte Izet Dushi, i cili prej vitesh jeton në Halmstad të Suedisë. Pensionisti 80 vjeçar thotë se ka votuar me postë, nxitur nga qeverisja e pakorruptuar e Kurtit dhe politikat e tij. Ai përmend mbështetjen e qeverisë së Kurtit për studentët, rritjen e pagave dhe pensioneve, si dhe shtesat për fëmijët, por thotë se në mënyrë të veçantë vlerëson përpjekjet për shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe. A ka më mirë se të lëvizësh lirshëm në atë pjesë, thot Dushi, i cili aktualisht gjendet për pushime në Kosovë. Lirim Krasniqi nga organizata Gjermin në Kosovë, e cila merret kryesisht me çështje të diasporës, thotë se lëvizja vetëvendosje ka qenë më e angazhuar me mërgatën gjatë fushatës parazgjedhore. Sipas tij, ajo ka mbajtur më shumë takime me të krahasuar me partitë e tjera dhe ka më shumë përfaqësues në shtetet ku është e përqendruar diaspora. Diaspora voton zakonisht për tema me rëndësi kombëtare si politika e jashtme, dialogu me Serbinë, siguria dhe ushtria. Në këto çështje lëvizja vetëvendosje ka qenë shumë më e zëshme se partitë e tjera, thot Krasniqi për Radion Evropa e Lirë. Ai kujton se kjo parti verën e kaluar ka lançuar dhe një projekt për investime nga diaspora që, siç thot, mund të ketë shërbyer si shtysë për rreshtimin e saj pas vetëvendosjes. Për më tepër, votimi i diasporës në ambasadat apo konsulatat e vendeve ku jetojnë u mundsua për herë të parë në zgjedhjet e nënshkurtit. Por sociologu Artan Muhaxhiri është në mesin e zërave më kritik sa i përket votimit të diasporës. Ai thekson se në aspektin ekonomik dhe zhvillimor të Kosovës, ajo ka rëndësi të madhe, por shton se jo të gjithë pjesëtarët e saj mund të jenë mirë të informuar për zhvillimet e brendshme në vend. Dikush që ka shkuar në 5 apo 10 vjetët e fundit mund të votojë sepse ka potencial për të rikthyer në Kosovë, por nëse dikush ka shkuar që 20-30 vjet dhe është integruar atje, mendoj se nuk është krejtësisht e drejtë që të votojë për një sistem politik nga i cili nuk ndikohet, thot Muhaxhiri për Radion Evropa e Lirë. Gashit, i cili pjesën më të madhe të jetës së tij e ka kaluar në Zvicër, kjo i duket absurde. Sipas tij, diaspora e Kosovës ka lidhje të ngushta me vendin e origjinës dhe ka të drejtë të shprehë mendimin e saj për zhvillimet politike në Kosovë.
Secila parti e udhëheq shtetin është e dorës së dytë. Unë nuk ja jap votën se më pëlqen partia, por sepse punon, thot ai. Si shumë të tjerë, Gashi thot se prej vitesh dërgon para për familjarët në Kosovë që për disa qytetarë përbëjnë të ardhurat kryesore. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se në periudhën janar-shtator të vitit të kaluar, Kosova ka pranuar emitenca në vlerë prej mbi 1 miliard eurosh, ndërsa në vitin 2023 kjo shumë ishte mbi 1.2 miliard euro. Por 7 vjet ndërkaq, nga 2017 deri më 2023, vlera e remitencave ka arritur në mbi 6.9 miliard euro. Shumë udhëheqës biznesesh i cilësojnë këto të ardhura si infuzion për ekonominë e Kosovës. Përveç tyre, diaspora investon dhe në patundshmëri në Kosovë, ndërsa shpenzon shuma të konsiderueshme parash edhe gjatë pushimeve. Sipas BQK-s, vlera e përgjithshme e investimeve të huaja direkte ku përfshihen dhe ato të diasporës në patundshmëri ka arritur në rreth 700 milion euro në periudhën janar-shtator të vitit 2024, ndërsa në vitin 2023 ka qenë 732 milion euro. Gjatë regjistrimit të popullsisë vitin e kaluar, Agjencia e Statistikave të Kosovës ka për të ditur se mbi 550.000 kosovarë janë regjistruar në shtete të ndryshme të botës. Numri më i madh i tyre është i përqendruar në Gjermani. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të bëjë certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve të nënshkurtit në mes të këtij muaji. Nga rezultatet preliminare, asnjë parti nuk ka siguruar mjaftueshëm vota sa për të formuar e vetme qeverinë. Vetëvendosje prind me rreth 40%, PDK-ja me rreth 22%, LDK-ja me rreth 17% dhe koalicioni AAK-Nisma me rreth 7%. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë që vetëvendosja të sigurojë së paku një deputet nga votat e diasporës. Qeveria e udhëhequr nga kjo parti në 4 vjetët e fundit është përballur edhe me kritika, sidomos nga bashkësia ndërkombëtare, për shkak të disa veprimeve që ajo i ka konsideruar si të pakoordinuara në veri të Kosovës. Qeveria e Kurtit e ka gjetur veten po ashtu në raporte të Departamentit Amerikan të Shtetit për korrupsion qeveritar apo të reporterëve pa kufi për kufizimin e lirisë së mediave.